Mirëmëngjesi për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës dhe qoftë lavdruar Jezu Krishti. Ju ftojmë që në këto momente të lutim së bashku lutjen e mëngjesit apo mëngjesorën. Sot është diel dhe jemi në javën e 14 gjatë vitit liturgjik, kurse psalmet i marrim nga java e dytë e psalterit. O hymë e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ja tash më hija natës por allohet, agimi i dritës në të kush flakron. Në çdo përpjekje të gjithë le të lypim e të plot pushtetshmin. Që hyj i dhimbshëm për ne, të largoj çdo angështi, të na dhuroj shpëtimin, na dhënde neve nga mëshira e Atit, mbretëri të qiejve. Këtë na dhuroft hynia e lumnueshme, e Atit e Birit dhe barazia e shpirtit shejt, lavdia e cilëve u shtoft në përmbar botën. Amen. Antifona e parë. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Aleluja. Psalmi 118. Këngë gëzimi dhe fitoreje. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, sepse mshuar është dashuria e tij. Le të thotë ashtë Izraeli se ai është i mirë, e mshuar është dashuria e tij. Le të thotë tani shtëpia e Aronit, e mshuar është dashuria e tij. Le të thonë tani ata që e druajnë Zotin, e mshuar është dashuria e tij. Në vështirësi e thira në ndihmë Zotin, Zoti më dëgjoi edhe më shpëtoi. Zoti është me mua, zdruaj se kaq më bën njeriu. Me mua është Zoti ndihmëtari im, për asgjë i bëj armiqtë e mi. Më mirë është të strehohesh te Zoti se të kesh besim në njerëz. Më mirë është të strehohesh te Zoti se të kesh besim në princa. Më rrethuan të gjithë paganët, i shfarosa me fuqi të emrit të Zotit. Rreth e përqark më rrethuan, por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më rrethuan por si bletët, por si zjarr që merr flak ndër fera, por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më shtyn, më dhan shtytje për të më rrëzuar, por Zoti që ndihma ime, fuqia ime e lavdia ime është Zoti, ai është shpëtimtari im. Ja, britma gëzimi e ngannimi në tendat e të drejtëve. E djathta e Zotit u madhërua, e djathta e Zotit më lartësoj, e djathta e Zotit u madhërua. S'do të vdes të jetoj dua, do t'i kumtoj veprat e Zotit, me ndëshkim të rënd Zoti më ndëshkoj, por nuk më lëshoj në duar të vdekjes. Mi hapni dyert e drejtësisë, dua të hyj e t'i thur lavd e Zotit. Ja këtu është dera e Zotit, në për të do të hyjnë të drejtët. Do të falenderoj, sepse më ke vështruar dhe u bëre shpëtimtari im. Guri që qitë njështë përdorimit ndërtuesit, erdhi u bë guri i këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sy tanë. Kjo është dita që na adhuroj Zoti, të galdojmë e të gëzojmë në të. Ma jep o Zot shpëtimin tënd, deho Zot jep të mbarën. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Hyj është Zot, ai na ndriqoj. Rendituni të gëzuar në rreshtin kremtor, me remën në dorë deri në ballë të lterit. Ti je hyjim, ty të falenderoj, ti je hyjim, unë të madhëroj. Lavdërojni Zotin sepse është i mirë, sepse mshuar është dashuria e tij. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Aleluja. Antifona 2. Ti këndojmë një himn Zotit, hyjë ton, aleluja. Këngë nga Danielit profet, kapitulli 3, rreth 52 deri 57. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. I bekuar jo Zot hyj i etërve tan. i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar emri shejt i lavdisë sate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në tempullin e lavdisë sate të shejt. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në fronin e mbretërisë sate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj.
I bekuar je ti që shërton humnerat e që rrimbi kerubin. I lavdishëm e tesve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në kupën qellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Bekojni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëftojeni dhe madhërojeni në shekuj. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Ti këndojmë një him Zotit, hyje ton, aleluja. Antifona 3. Lavdërojni Zotin sepse ai është i mirë. Aleluja. Psalmi 150. Çdo krijesë le t'i jap lavdi Zotit. Lavdërojni hyjin në shenjtrorën e tij. Madhërojni në hapësirën e kupës qellore. Lavdërojni për veprat e madhërueshme të tij. Lavdërojni për madhërinë e madhe të tij. Lavdërojeni me zë të buris, lavdërojeni me harpe me citar, lavdërojeni me tupane valle, lavdërojeni me korda e me fyej. Lavdërojeni me cimbale tingëlluese. Lavdërojni me cimbale brohorie. Gjithçka që merr frym, le ta lavdëroj Zotin. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdërojeni Zotin, sepse ai është i mirë. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga libri i Ezekielit profet, kapitulli 36, rreshtat 25 deri 27. Kështu thot Zoti, do të zbraz mbi ju një ujë të pastër dhe do të pastroheni nga të gjitha ndyrësitë tuaja. Do t'ju pastroj nga të gjithë idhujt tuaj. Unë do t'ju jap një zemër të re, një shpirt të ri do ta fus në ju. Do ta nxjerr nga mishi juaj zemrën e gurtë e do t'ju jap një zemër mishi. Shpirtin tim do ta fus në ju e do ta bëj që të ecni urdhërimeve të mia, e t'i zbatoni e t'i shtini në veprim gjyqjet e mia. Përgjigje e shkurtër. Të falenderojmë o Zot dhe thërasim emrin tënd. Të falenderojmë o Zot dhe e thërasim emrin tënd. I shpallim mrekullitë tua dhe e thërasim emrin tënd. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Të falenderojmë o Zot dhe e thërasim emrin tënd. Kënga ungjillore e Benediktus. Antifona. Po të bekoj o atë zotrues i qiellit e i dheut, që i fsheje këto gjëra nga të dishmit e nga të urtit, e u azbulove të veçilve. Kënga Zakaris si pas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe parlamëruesi i tij, qoftë bekuar Zoti hyj i Izraelit, që po edhe e shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profetit të Tetë Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyj do ta shërboj duke ia falur mëkatet e tija, në sajet të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na i dërgojë në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në urdhën e paqes. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. po të bekoj o atë, zotrues i qiellit e i dheut, që i fshehë këto gjëra nga të dishmit e nga të urtit, e u azbulove të veçelve. Lutje të besimtarve. T'ja shprehim lavdin shëlbuesit ton, i cili erdhi në këtë botë që të jetë hyj me ne, e t'i brohorasim. O Krisht, mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë. O Zot Jezus, dritë që vjen nga lartësitë, fryti i parë i ringjalljes së ardhshme, bëj të shkojmë pas teje, që të mos rrim në hijen e vdekjes, por të ecim në dritën e jetës. O Krisht, mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë. Na i trego mirësinë tënde me të cilën përmbush çdo krijesë, që kudo dhe në gjithçka ta vërim lavdinë tënde. O Krisht, mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë.
Mos lejo Zot që sot të na robroje keqja, por bëj që me të mirë të fitojmë mbi të keqen. O Krisht mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë, ti je pagzuar në Jordan dhe je shuguruar me shpirtin shenjt, boj që edhe ne sot të veprojmë të nxitur nga shpirti shenjt. O Krisht mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë, Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti me përvojtrimin e birit tënd e ngrite botën që pati rënë poshtë. Jepu pra besimtarve të tu gëzimin e shejtë, dhe pasi i shpëtove prej robrisë së mëkatit, bëj t'i shijojnë gëzimet e amshuara në Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që më ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin.